Protestat për të mbrojtur Zvërnecin, për të mbrojtur Nartën, për të mbrojtur Sazani, pa diskutim tani më jo vetëm brenda Shqipërisë, por edhe në diasporë, aty ku ka shqiptar, kanë marrë vëmendje, janë një zë që nuk po kalon në heshtje dhe sigurisht është një gjë e mirë ku qytetarët ngrihen, protestojnë, kërkojnë të drejta, por nuk pajtohen me një lloj hipokrizie që po bëhet me deputetën e Partisë Socialiste Zeqine Çavushin. Jam menduar shumë ta bëj apo të mos ta bëj këtë reagimin tim, por duke parë një lloj fasade që po vishet mbi emrin e saj dhe duke keq përdorur, le të themi, pozitën që ka si deputete, po shikoj një lloj moralizmi të neveritshëm që disa figura publike po e bëjnë, ndërkohë që edhe pse nuk janë opozita, se Zeqineja është një deputete, ne duhet i kërkojmë llogari asaj, ajo duhet të mbajë përgjegjësi, ajo është votuar, ajo përfaqëson një grup të shoqërisë në Kuvendin e Shqipërisë. E shikojmë aktive në zonën ku është, e shikojmë aktive duke denoncuar dhe duke qëndruar pranë zonës elektorale ku ajo është. A ka bërë gabime në raport me Dea Michelin? Ka bërë, por ku Dea Michel i thot një copë ignorante, tani a duhet të mbajë të veshur Zeqineja kostumin politik? Patjetër që duhet të ndalonte, le të themi, që të shkonte e gjithë qasja me një lloj etiketimi duke përmendur pamjen e jashtme, edhe pse Dea Michel nuk është ngjëllore, e kemi parë qoftë në Big Brother me, le të themi, me dijen me që u merakos për Zeqinen, apo dhe me tjera humorin e zi, si që Dea Michel është prerur që ka bërë për jetimët, apo dhe me ato vrasje që do i bënte personazheve brenda Big Brotherit, pra nuk është e kulluar që të tregohet ana e saj, por nuk e kuptoj pse jepet kaq shumë rëndësi Zeqines, pra ku është qëndron problemi me të, kaq shumë impakt ka tek audienca, kaq shumë impakt ka tek personazhet publik, sa që shikoj që ka dhe pankarta për të sigurisht tallse në protestë, shikoj edhe po lexoj që edhe figura publike kanë bërë statuse duke i replikuar Zeqines, duke e këshilluar, duke e orientuar që të jetë më pranë funksionit të saj si deputete dhe të mos shkojë në këtë konfliktin që është, le të themi, në mesin tonë midis femrave që gjuajnë njëra tjetrën, që e komentojnë për pamjen e jashtme dhe kalon një lloj kategorie apo edhe një lloj katalogu që nuk është i bukur as për të dëgjuar, por as edhe për të komentuar, dhe më pak që të merret si një lloj reference, që të bëhet një lloj trendi që t'i bashkohen edhe figura të tjera. Sigurisht që Zeqineja ka bërë, le të themi, lapsuse, ka bërë gabime në qëndrimit e saj, por ajo është reale, nuk mundohet të shesë ato që po shikoj shumë figura publike, po e përdorin protestën për të rritur Instagramin e tyre, për të rritur popularitetin, ndërkohë që nga 7 ditë e javës në secilën ditë reklamojnë gjëra të ndryshme dhe sa të besueshëm janë. Kjo është një tjetër temë dhe sigurisht ka një lloj hipokrizie midis figurave publike që edhe kanë quajtur njëri tjetrin anti-shqiptare, anti-adetare, me postimet që kanë bërë aso kohë, dhe tani kjo kauza e flamingove po i bashkon dhe po i shikojmë që po përthithen dhe po përputhen në mendime. Pra ka diçka që nuk më pëlqen në këtë qasjen e figurave publike, që po i shikoj të tepruar, të egzageruar, edhe me një lloj rruge që besoj do të jetë deri diku e gjatë për ta në këto javët, në këto muajt në vijim, por deri kur ku ishin, le të themi, ky reagim kaq masiv për të tjera probleme që realisht Shqipëria i ka, jo që nuk është problem natyra, se ajo është jeta. Por prandaj them që po shikoj një lloj hipokrizie dhe pa diskutim kryeministri ka kthyer në një lloj komedie shfaqjet e tij të fundit, duke ditur se sa viral bëhet, duke imituar pozat e influencerëve, duke u shkaktuar dhe duke i dhënë atyre lajm. Kjo edhe në një farë mënyre për të zhvendosur ndoshta thelbin asaj që të rinjt, jo vetëm të rinjt në shesh, kanë dalin, kërkojnë me zë të madhe, si kur më parë është një protestë masive e vazhdueshme në ditë që s'është parë asnjëherë në 35 vite demokraci, shumë e bukur për frymën, për energjinë. Unë shkoj aty, por nuk e bëj me zë të madhe, nuk e shpërndaj me zë të madhe, pasi thelbi është që të jesh i sinqert me atë që ti
mbështet dhe çfarë kërkon që të realizohet dhe jo të fokusohesh për të rritur veten në rrjetet sociale. Prandaj, edhe kjo video më shumë e shikoj si një lloj kritike që kam për figurat publike që nuk kam pse ta orientojnë të gjithë fokusin dhe të japin një lloj fokusi të madh çfarë qëndrimesh mban Zeqineja, që pa diskutim ajo ka përgjegjësi se është deputete dhe duhet të ketë figurën e saj, por kur ajo u degradua dhe le të themi u përqesh, u tall dhe nuk ishte pse Dea Michel të merrte me Zeqinejen për t'i kthyer përgjigje Ramës, u merrte me Ramën për sa kohë kishte reagimin për të. Pra kur ngacmon duhet presësh edhe një reagim për te dhe për post statusit që çdo person ka përgjigja duhet dhënë, ndoshta Zeqineja duhet ta kishte dhënë me një lloj maturie, por që edhe të tjerët nuk janë kursyer dhe nuk kursehen, jo sepse Zeqineja ndoshta nuk bën gabime, por mendoj që duhet të ketë edhe një lloj frenimi për të orientuar tek problemi kryesor, për të orientuar dhe për të fokusuar në mënyrë 100% për atë çfarë dali në shesh dhe jo që ta kthejë në një lloj teme debati apo dhe figurat publike siç e përmenda e kanë kthyer si një lloj kritike dhe po bëhen mësues të Zeqines duke ofruar dhe duke le të themi propozuar që ta ndihmojnë duke dhënë mendimet e tyre qoftë kritike apo dhe qoftë le të themi si një lloj dashamirësie edhe pse është e vogël në atë që unë kam parë. Por sidoqoftë duke parë të gjithë këtë zhurmën e madhe që po bëjnë protestat, sigurisht do ta rikthem dhe do ta rithem që është një ndjenjë shumë e bukur kur ti e ndjen aty, shkon prezent, shikon fëmijët, shikon çdo grup mosh në një bashkim që duket dhe të jep ndjesinë e një lloj harmonie, e një lloj le të themi bashkimi që shqiptarët kanë bërë për një kauz të vetme, për të mbrojtur natyrën dhe për ta mos le të themi e prishur në atë që po kërkohet apo dhe në atë që po lexohet, edhe pse ka një diskutim të madh që nuk po bëhet sa i përket një projekti që sipas kryeministit Edi Rama ende nuk është, thjesht janë bisedime për të bërë një projekt në zonën e Zvërnecit. Kjo mbetet për të parë se si do të shkojë gjithë kjo mbarvajtje, por që për herë të parë po komentohet shumë masivisht kudo, po japin vëmendje të madhe. Kjo padyshim pasi pjesë e projektit është familja Trump, por duke mos shkuar në thelbin apo dhe në qëndrimet që po mbajnë palët në lidhje me projektin në Zvërnec, më shumë jam i fokusuar dhe do doja që të jipja dhe mesazhin tim dhe të gjithë qasjen se si e kam parë unë këtë situatën e Zeqines me influenceret dhe jo vetëm, por edhe me artistet që janë përfshirë në këtë vorbullon e opinioneve që lëshohen fre e pa fre në rrjetet sociale. Do doja të dija dhe mendimin tuaj, a duhet të kërkojë ndjes Zeqineja për qëndrimet që kanë mbajtur kundër Dea Michelit, apo dhe të tjerët duhet të frenohen dhe të orientohen në problematikën kryesore dhe ta lënë Zeqinen në atë që bën, se është një moment që do të gjykohet Zeqineja dhe kjo ka të bëjë me ditën e zgjedhjeve, por me të mira dhe me gabimet e saj mbetet një figurë që e ngre zërin, ndërkohë që në kuvend sa deputet ka që ne nuk i njohim, sa përfaqësues të komunitetit ka që janë në parlament me parët e krimit, me parët e drogës, pse nuk ka dalë askush që t'i flasi, t'i denoncojë dhe të thotë jo, ky nuk e meriton të jetë në kuvend, sepse ka ardhur nga rradhët e këtyre elementeve që unë përmenda, por kapen me Zeqinen që sigurisht është bërë virale që momentin e parë që ajo o prezantua si kandidate për deputete të Partisë Socialiste në qarkun e Fierit, e sigurisht ka vazhduar deri në ditën e sotme që të prodhoj lajmet gjithçka që ajo fletë, reagon. E parë që po bëhet virale një video të një lapsi që ajo bëri në festën e Partisë Socialiste ditën e djeshme në qarkun e Fierit. Pra, mos po japim ne vëmendje dhe pastaj po e kritikojmë për atë që ajo është, apo jemi ne ndryshe në atë që komentojmë dhe në atë që duam që të na përfaqësojë në kuvendin e Shqipërisë. Por më kryesore mos harroni dhe t'i bëni subscribe kanalit ton Koha Jon në YouTube.